الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Të nderuar xhamat, jemi në kapitullin e lutjeve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, të cilat lutje i ka përmbledh hoxha i madh i muslimanëve, dietari i shquar i muslimanëve, Imam Buhariu rahimahullahu taala. Në kapitullin e radhës ka sjell disa lutje nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, të cilat janë lutje gati të përditshme të Muhamedit alayhi salatu wassalam, apo edhe javore, apo qoftë edhe të periudhave të hershme të cilat i ka bërë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Lutja të nderuar xhamat, shumë prej muslimanëve shihet si diçka dytësore, e treta. I provon njëri këtë punë, mos tani thot hajde në fund do të bëj dua. Pejgamberi alayhi salatu wasallam e bënte të kundërtën. Pejgamberi alayhi salatu wasallam e bashkonte sebepin me duajën. Sebepin me duajën. Çdo sa që e niste me dorën e vet, në ta e përfshinte edhe lutjen. Në ta e përfshinte edhe lutjen, që të bashkohet sebepi fizik me atë çfarë? Me atë hynor. Që të bashkohet ajo çka është në tokë me atë e cili e përkran në qiell. Për këtë arsye ku të bëhet bashkë toka edhe qiella, patjetër është me ardhe mira. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithmonë në duat e tina çfarë bante? Çfarë bante? Luti që ato çka i ka bërë me dorën e vet, me kamën e vet, me trupin e vet, të jep për krahje Rabbul Alemini. Andaj çfarë thonte pejgamberi alayhi salatu wassalam? Erdhi njëri te pejgamberi alayhi salam, tha ja Rasulullah, ma mësoni dua. Ma mësoni dua. Kjo tregon se sahabite e pejgamberit alayhi salatu wassalam e kanë ditë vlerën e duas. E kanë ditë vlerën e duas. Shikoj njerëzit sot të ndërum xhamat. Një njeri dost me e pas, një mik të mirë me e pas, e që i ka rejnët pak, e që është pak zëngin, e që është edhe i gjymert, pak mi pas pun të i mirë me ta, të sosën shumë pun, të kryun shumë pun, të nimon, të zgat kraj, të përkra, të mbron, e kështë të marat. Dhe njerëzit çfarë bëjnë, të mos t'i prishi pun me këtë, se ki ka mundësit. E kështu sahabit, qysh janë njerëzit me njerëzit, ata dojshin me Zotin. Ata dojshin me Zotin. Qysh ta luti, sa i ka shumë, a i mundet me më dhonë shumë. Veç unë e spedis, që ka të bëj dua, si ti lutem, që ajtë më përgjigjët. Me e gjetë robi, vaktin, momentin, qastin, veshjen, bukën, halal, dhe të drejtën, dhe i takon, dhe është i devotshëm, dhe i lutët Rabbul Aleminit, s'ka pengesa me ju përgjigjët. Çka tha pejgamberi alayhi salatu wassalam? Juve Zoti çdo dua ju përgjigjet, veç kur ka diçka keq aty. Ti nëse lutesh diçka që s'takon është të përgjigjet, ama lutjet të gjitha i pranon Allahu subhanahu wa taala. Shiko ki sahabi çka i tha? Ta ja Rasulullah, ma mësoni dua, ma mësoni dua. Kjo është me rëndësi shumë të ndërum xhamat. Të mësohemi mi mësu duat, të mësohemi të lutemi te Zoti, të përgjërohemi Zotit për çdo problem, për çdo telashe, për çdo bela. Lutju Allahu subhanahu wa taala, lutju Allahu xhel xhelalu. Pastaj marrë dhe sebepet. Ti mjelle tokën, mbjelle arën, qele duqanin, mere kalemin, mere lapsin, punoje ti kreta që ka duhet me punu. Ama lidhë me atë naltë, se ti mund është me punue 20.000 metra tokë, Allahu gjela thot, po këtu nuk mellët kur gjanë, se s'ban kjo. E nuk t'jep bërëqet, s'tjep bërëqet. E ka mundësi dikush i ka 2 metra tokë, pa Allah jep bërëqet.
Pa këtë arsye të ndërum xhamat, të lutemi te Allahu subhanahu wa taala, pastaj çka bani pejgamberi sa jam soi duajën dhe përmendëm duajën. Duaja tjetër çka e ka bëu pejgamberi alayhis salatu wassalam, cila është, ka thënë o Allah, ij'alni ha shakaran lak. O Allah, ka thënë, më bën që të jem shumë falëndërues ndaj teje. Të ndërum xhamat, sa begatine të shfrytzuar, sa e mira e Zotit në tokë. Shiko sa buk gjuhët, sa ujë derdhët, sa langjët derdhën. Për një darë se mba ndoshta gjysma gjuhët, e gjysma së është hangër që duhet. Dhe prapë si jemi falëndërues. Allahu na ka dhënë shumë të mira, të ndërum xhamat. Allahu na ka begatuar me shumë të mira, neve na takon vetëm me falëndëru Allahun xhelel xhelalu. Çka tha pejgamberi sa, o Allah, më bëj shumë falëndërues, jo pak, shumë falëndërues. Ka të cilat të falënderoj tyje. Allah na bëu fytyrë ya Rabbul Alamin. Këto të mira që i kemi Zotit xhelel xhelalu, duhet me falënderu Allahun subhanahu wa taala. Wala in shakartum la azidannakum. Allahu jadhat në Kur'an, e ju nëse falënderoni, Allahu ashton të mirat. Falënderoj Zotin. Thuaj elhamdulillah për çdo të mirë. Falë namazin për këtë mirat që Allahu subhanahu wa taala t'i ka dërguar. Fali gjitha gjërat që Allahu subhanahu wa taala ka kërkuar prej teje. Për këtë arsye të ndërum xhamat. Çka tha pejgamberi sa, o Allah, më bën që të falenderoj. Pastaj dhakara lak. O Allah, më bën që të përmendi tyje. Përmend Zotin. Kur gjast kushton, gjuhësht. Ha, gjuhën s'ka këtu koci. S'ka nevojë me thonë se dorën kanë jarë, me thonë lëvizë shumë, çka thot njëri, ha u lodha mo. Ama me thonë nërveti, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. A lodhë gjuha? Jo. Ka 3-4 orë njerëzit në qajtore folin el mejlise, s'lodhët, apo do shta kote të folin. Kinë gjuna të hije, ama s'lodhët. Mi le thot, a janë nisë mi pisefte, a fatë foli une. Mi thonë ban dhikër, minzi ban të spite e një farzit. Kur të mrijet e 33 që i duke që ka përcio që anin. Allahu akbar mo. Dhe me 33 u lodha mo. Po kur gjamë s'ki po? Dhe Allah i në ke përmen. A dini të ndërum gjëmat, se ka përmen pejgamberi sa Allahu xhelel xhelalu. Tan ditën, tan natën e ka përmen Allahu subhanahu wa taala. Ebu Huraira radhiyallahu an, shoku pejgamberit alayhi salatu wassalam. A dini se përmend Allahu xhelel xhelalu? Sa përmend Allahu subhanahu wa taala? Thot Imam Dhahabiu, Ebu Huraira i ka pas një partë spi, një pej, edhe ka bo nije, si rruzat, edhe i ka bo 12.000 nije, i ka bo 4.000 nije, 4.000 ruza. Thot Ebu Huraira, 3 herë në dit e silli, që i bie sa 12.000 dhikra në dit. 12.000 dhikra në dit. Pra ruza me 4.000 kokra, 3 herë e silli në dit, që i bie 12.000 herë në dit e ka përmenë Allahu subhanahu wa ta'ala. E njani për neve të spit e farzit si ban, të spit dhikrin qka e ka të pëlqyshëm me e bo. Andaj dhe karën lek, o Allah më bën që të përmendi shumë. Ai qka e përmend Allahun shumë, Allah e përmend në qilën e vetë, e përmend të arshi i tina. Allah në mundsof që emrat tonë Allah t'i përmend për mirë në madhështinë e tij atje. Pastaj çka tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, rahiben lek, o Allah më mundsof që tut na pitije. Ai që i tutet Allahit, që i tutet kërkujna, e respekton njerëzit, i mëshiron njerëzit, i trajton njerëzit ashtu si duhet, ama nuk i tutet pas Allahut subhanahu wa taala. Ai çka si tutet Allahit, i tutet çdo sendit. Çka tha pejgamberi sa, rahiben lek, o Allah tutën teme, veç te ti çoje. Tuta ndaj Zotit gjithmonë është e lëvërdishme. Tuta ndaj njerëzve gjithmonë është e dëmshme. Tut ju Allahit. Thot Allahu subhanahu wa taala, fattaquni ya ibad. Tut nuk i mua, o robët e mi. Tut u pi Zotit. Këtë punë ti ka Zotin dorë. Kur gjë s'ka në robërit dorë, veç Allahu subhanahu wa taala. Atë çka e shkruan Zoti ka më ndodh. Atë çka s'do Zoti s'ka më ndodh. Mu bë qiell dhe tokë bashkë nuk ndodh. Pse? Sepse nuk mundet kalemi jot me te kalu kalemin e Allahu xhelle xhelalu. Nuk mundet atë çka e ka shkruajt Allahi me fshije kalemi robit. Atë ka shkruajt, ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam. Rufi'atil aqlam, kalemët e kaderit janë ngrejt. E ka hek Allah i kalemin, shkruan mo. Wa jaffetis suhuf, dhe fleta ku ka shkrujt u ka tha. A ki pa ato kur bin vendim, në fund masi ta përpilojnë mirë thot, ja dhan vullën. Dhe me kjo është mo vendimtarja. Allahu subhanahu wa taala ka vullosa që ka me ndodh. Ti çka duhet, tuti atina, luti atina, përmendi atina. Pastaj tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, mitwa'an lak.
O Allah, më bëj që nështrimet e mia ndaj teje mos t'jenë me zor, po t'jem i shpejt me t'u nështrua. Jo, a ardh dreka, a ardhi kindia, kush qohet të më fal. Jo, me zell, me dëshirë, me flak. Kur ta shif që ka nevojë sa ta ka dikun, me ndihmu dikun, me përkra diçka, me njëherë. Se ti ish mittua çka është? I shpejt në adhurim, i shpejt në përgjigje. Përgjigje shpejt, mos u vjano. E kur ti zvonohesh përgjigje ndaj Zotit, edhe kur ta lutësh, ai nuk përgjigjet, ai nuk vanohet përgjigjen ndaj teje. Dhe pastaj vazhdoi pejgamberi alayhis salatu wassalam me bë edhe duan tjetër të cilën do ta shohim me lenin Allahu te bareke ve teala në ligjëratat e ardhshme. Elusim Zotin e Madh xhelel xhelalu, që Allahu subhanahu wa taala ti fal gjunaat tona, ti fal gabimet tona, ti fal kusuret tona, ti fal çdo sen çka e bojna, e Allahu nuk është razi me ta. Allahu na mundson që çdo sen çka e bëjmë të jetë razi me ta. E nëse nuk dina, Allahu na udhëzon. E nëse kemi ignorancë, Allahu na largon. E nëse nuk kemi vullnet, Allahu na jep vullnetin. E nëse kemi dembeli, Allahu na largon. E nëse kemi të zeza në shpirt, Allahu na i pastron. E nëse na duhet ndihma Allahu ta ndihmon. E lutim Allahun subhanahu wa taala që Zoti jon xhelel xhelalu gjuhët tona t'i ban të lagura me përmendjen e emrit të Tina. Ta ban Allahu subhanahu wa taala zemrat tona që ta dojnë Allahun dhe pejgamberin alayhis salatu wassalam dhe gjithçka çka do Allahu dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam. E lutim Zotin e Madh xhelel xhelalu në këtë ditë xumaje, në këtë ditë të madhe, kudo që ka musliman dhe janë në zor dhe janë në telashe, Allahu t'ju ndihmon. Ata që janë në për luftra, ata që janë gazep, ato që janë fukarallëk, ato që janë në skambje, Allahu t'i ndihmon, ja Rabbal Alamin. Jetimat e muslimanve, të vejat e muslimanve, të burgosurit e muslimanve, ulemat e muslimanve, hoxhallarët e muslimanve, Allahu t'i ndihmon, ja Rabbal Alamin. E lutim Allahun subhanahu wa taala që Zoti jon xhelel xhelalu ta zbrat ndihmën e tij mbi të dobtit e muslimanve. E lutim Allahun subhanahu wa taala që Zoti jon xhelel xhelalu kudo që ka musliman në lindje dhe perëndim, Zoti ma te bareke ve teala t'i bën që të jenë të bashkuar në Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. E lutim Zotin e Madh xhelel xhelal që Allahu subhanahu wa taala krejt ata musliman që bëhen hazër për hax, Allahu t'ia leton ja Rabbal Alamin. Allahu t'ia mundson që të mrinë në Arafat, e të mrinë në Muzdalife, e të mrinë në Mina dhe t'i bëjnë adhurimet që don Allahu subhanahu wa taala. E lutim Zotin e Madh xhelel xhelal që Allahu subhanahu wa taala t'i fal gjunohat tona, t'i fal kusuret tona, t'i pastron shpirtat e tona. Na mundson Allahu me jetu si musliman dhe me vdek si besimtar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم كن مع المستضعفين اللهم كن مع المستضعفين يا رب العالمين أنزل علينا وعليهم من رحماتك يا رحمن يا رحيم اللهم اجبر كسر المسلمين اللهم اجبر كسر المسلمين يا رب العالمين اللهم عليك بالظلمة الفجرة اللهم عليك بالكفرة الظلمة اللهم عليك بمن يظلم المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين خاصة منهم في الحروب يا رب العالمين قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة